Ne duhet i paraprim shoqërisë me këtë. Shkollat për edukimin e këtyre fëmijëve duhet të ishin ngritur tashmë nga Ministria e Punës sidomos. Dhe kurse pjesën mbi 14 vjeç ka rregulluar kodi i drejtësisë për të mitur. Ndërkohë ka shtete ku e kanë ulur në fakt deri në 12 vjeç moshën për përgjegjësi penale. Nisur nga numri i madh i krimeve që përfshihen edhe këto të mitur. A mund të ketë ardhur momenti edhe në Shqipëri për të hapur një debat publik, për ta konsideruar ndoshta këtë model që e ndjekin disa shtete? Jo, unë besoj se është të mosha 12 vjeçare, por unë besoj që një vit duhet ulet. Pra në të mosha 13 vjeçare duhet filloj përgjegjësia penale. Për shkak sepse është rritur zhvillimi ekonomik, është rritur dhe zhvillimi njerëzor, dhe zhvillimi i njerëzve, pra duhet filloj përgjegjësia nga shumë element. Nuk kemi në vitet 70 ose 80 ose 90, por sot jemi një adoleshent 13 vjeçar e ka një farë përgjegjësie të krahasuar me një 13 vjeçar, po themi të moshës time. E qartë. Pra, ka ndryshuar dhe nëse evolon situata dhe evolon njerëzimi, po themi, do të ndryshosh edhe kushtet specifike në cilat jetojnë. E kur diskutojmë për konfliktet në rrjetet sociale, apo pasojat, shpesh viktima kanë qenë edhe vajzat e gratë në Shqipëri, madje disa prej tyre kanë shkuar deri duke i dhënë fut dietës në forma të ndryshme për shkak të presionit që ata kanë ndier nga hapja adresave false, por edhe mënyra të tjera. Prej muajsh është mbyllur rrjeti TikTok, a ka një situatë ndryshe më të përmirësuar në Shqipëri? Apo janë njësër mundësisht të tjera sërish për t'i vënë në presion vajzat dhe gratë? TikToku e dim, ose nëse nuk e dim të gjithë, e di një pjesë e madhe që vazhdon të funksionojë, pra do duhet ishte mbyllur, kështu që pasojat e TikTokut, mbylljes së TikTokut nuk janë parë, sepse ai në shumë vende vazhdon dhe të funksionojë, pra brenda Shqipërisë flas, ku do duhet ishte i ndaluar, sikundër unë nuk e kam parë problematik TikTokun, sepse vrasjet e grave dhe vajzave kanë qenë edhe para TikTokut, kanë qenë kur ka qenë Instagrami, po ka qenë edhe kur s'kanë qenë rrjetet sociale fare, sepse problemi kryesor i vrasjes, i femicidit, vrasjes së vajzave dhe grave, vjen pikërisht nga një shoqëri shtypse dhe paragjykuese karshityre. Pra, që prej kohësh është parë gruaja, vajza që kur lind si një shërbëtore e burrit, e burrave të familjes, dhe fatkeqësisht sado që shoqëria jonë evolon edhe modernizohet edhe merr shumë të mira nga vendet përreth, këtë ndoshta nuk e shohim në kryeqytet kaq shumë, por mos harrojmë që Shqipëria është e madhe dhe ka edhe cepat e saj ku ka ende familje shumë patriarkale, ku vajzat dhe gratë vazhdojnë e vriten për lloj arsyesh. Ndaj pjesa e rrjeteve sociale thjesht ka qenë një mënyrë për të treguar forcën që burri kërkon të ketë mbi një grua, mbi një vajzë, kështu duke e shantazhuar me foto intime, me mesazhe intime që vinë nga çdo lloj rrjeti dhe jo vetëm TikToku. Jo, unë ndaj një mendim tjetër me avokatin, por unë them, nëse ka pas platformë denigruese, fyse, dhunuese ka qenë TikToku. Pra, mbyllja e TikTokut ka qenë një diçka e duhur, tani është hapur, ka metoda të tjera me anë teknologjisë që mund ta përdoret, është tjetër gjë. Por nëse ka qenë nuk është mbyllje 100%. Po, nëse ka qenë një platformë denigruese, për shoqërinë ka qenë TikToku. Tani se sa jemi të zot ne që ta mbyllim dhe ta mbajmë atë pjesën e sistemit, sepse ne e dim tashmë jemi në kohën e teknologjisë, dhe teknologjia vepron. Pra është ajo si virusi kundër virusi, po unë po them që TikToku ka qenë një denigrim për shoqërinë shqiptare. Dhe mbyllja e tij i ka dhënë disa efekte, por janë gjetur edhe rrugë tjera që të hapet përsëri. Dhe këto nuk i mbyllim dot. Siç është edhe çështja e Bixhozeve dhe shumë gjëra janë mbyll, por kur vjen puna prap luhet. Kur vjen puna prap pjesë e TikTokut ka. Por unë po them, nëse ka qenë denigruese, ka qenë TikToku. TikToku ka qenë platforma më të mëshme, sidomos për rinin dhe për adoleshentët. Sigurisht, po nga ana tjetër është edhe mendësia. Ne kemi përcjell zhvillime, vrasje të grave nga burrat shqiptar edhe në emigrim. Në Itali janë disa raste radhazi gjatë muajve të fundit, ngjarje mjaft tronditse, krime për mënyrën se si janë kryer makabre në mes të zonave të banuara, duke i goditur me thikë, siç është edhe rasti më i fundit. Është problemi i shoqërisë më shumë se sa i rrjeteve sociale. TikToku thjesht kanë nxjerrë në pa atë çfarë njerëzit kanë në shtëpitë e tyre, pra asgjë më shumë. Nëse deri dje ke denigruar fqinjin apo familjarin, se ka dhe që denigrohen mes familjes me njëri tjetrin, tashmë ke patur mundësinë të dalësh në një ekran dhe ta bësh para gjithë shoqërisë. Nuk besoj që TikToku ka sjellur atë nivel të ulët inteligjencë që ka dalë në pa në shoqërinë tonë, sepse siç e thatë dhe ju, vrasjet ka vrarë dhe burri gruan që ka në shtëpi, domethënë jo thjesht në rrjetet sociale, apo është e gjithë ajo është kontrolli edhe pushteti që duan të vënë meshkujt, jo të gjithë, kuptohet.
por në sajt të atij sistemit patriarkal të ardhur ndër vite, ndaj gruas që ai mendon që mund të kontrollojë gjithçka, përfshirë edhe mesazhet që ajo bën apo fotot që ja bën, dhe kështu duke u lidhur dhe me rrjetet sociale. Ka pasur edhe një ashpërsim të ndëshkimit në dispozita në Shqipëri sa i përket krimeve në familje, veçanërisht edhe në raport me vajzat e gratë e familjes, duke ofruar edhe një mbrojtje të menjëhershme. Megjithatë duket se problemet financiare i bëjnë ato të durojnë presionin, të durojnë dhunën në shumë raste dhe të mos kërkojnë rifillimin e një jete tjetër. Për shembull avokat, unë dua t'ju pyes, në momentin që ka një konflikt mes një çifti, kanë vetëm një banesë, sa paradoksale apo e pranueshme mund të jetë që gjykata të vendosë që dy ish bashkëshorta apo që janë në proces divorci të ndajnë atë shtëpi teksa janë në kushtet e konfliktit, në kushtet e dhunës, së ushtruar në vazhdimsi nga burri ndaj gruas. Jo, ka dhe një klauzull tjetër ligjore që ai që ushtron dhunë largohet në një herë nga banesa. Por sikundër ka pasur vendime të tjera sepse nuk ka strehim 1 metër larg, vini 1 metër larg, ka dhe vendime të tilla. Domethënë ato kanë një dhomë me kuzhinë, njëri duhet të korridor. Ja do të seroj me radhë. Shiko, unë duhet të ndaluam këtu. Që jemi një shoqëri maskiliste, ne e pranojmë gjithë. Sidomos shqiptarët. Pra ne na duket sikur gruaja është një pronë jona, një lodër që ne mund të lozim me të si duam. Çfarë bën kundërshtim me gjithçka, me normat morale, me normat e Zotit, çfarë dush ka u kape. Por mos harrojmë diçka. Që legjislacioni është rregulluar në maksimum. Urdhri me njëherë i mbrojtjes, pra një grua dhunuar mund të shkojnë edhe në komisariat të çohet urdhri me njëherë i mbrojtjes. Pastaj verifikohet nga gjykata. Atëherë si shpjegoni ju që gratë të cilat kanë përfituar një urdhër mbrojtje vriten, dhunohen nga ish partnerët e tyre apo që janë ende në proces divorci në raport me ligjin? Ja ta them unë pse, sepse këto gra që marrin urdhën me njëherë mbrojtjes nuk kontaktohen nga punonjësit e policisë ose nga komisariati për kasë. Pra nuk funksionon urdhri mbrojtjes? Jo, pra nuk funksionon për shkak se nuk marrin në mbikëqyrje. Dhe ne mendojmë sikur e kaluam klasën, mora urdhën e mbrojtjes, nuk kam pas shumë gra që më kanë ardhur dhe është mjaftuar me urdhën e mbrojtjes. Dhe duket se ajo letra urdhit të mbrojtjes sikura megjithëse e mbron si nga Zoti, por nuk është e vërtetë. Urdhri i mbrojtjes është një urdhër mbas ligjit, por që ajo që të mbron është njoftimi që i bën të organeve kompetente ose sidomos në polici. Pra, në qoftë se ti e shikon që bashorti të afrohet, në qoftë se ti merr të dhëna që bashorti mund të ketë tendencat që ty të dhunoj, ose larg qoftë edhe që të vras, atëherë ti duhet njoftosh organet kompetente. Pra, gratë mjaftohen me atë letrën e urdhrit të mbrojtjes dhe mendojnë që e kanë zgjidhur, por nuk e kanë zgjidhur. Gratë ose burrat, në dy rastet e ndryshme, kemi pasur edhe për burrat. Por ajo çfarë ndodh është që bashkëpunimi duhet me organet e policisë. Sepse ti e merr urdhën e mbrojtjes, dhe kemi pas raste ku përsëri konfliktohen me njëri tjetrin dhe ai derisa bashorti të hyjë brenda banesë dhe nuk njofton policinë. Në momentin që hyn banesë, pastaj kryhet dhuna. Pra ti duhet të njoftosh përpara policinë e shtetit. Dhe SPZ-t, po themi inspektorët e zonave duhet të jenë në korrent, sidomos me gratë e dhunuara, duhet të jenë gjatë kontrollit. Patrullat e policisë duhet të kontrollojnë këto zona ku ka urdhër mbrojtje, sidomos për persona të cilët kanë me precedent të rënd kriminal. Duhet, por ne kemi shumë raste që vajzat dhe gratë, edhe pse janë me urdhër mbrojtje, janë dhunuar, madje u është marrë edhe jeta nga ish partnerët e tyre. Kë bie përgjegjësia në këtë rast? Ne kemi edhe problem bashkëpunimin e policinë e shtetit. Pra, përgjegjësia bie gjithmonë mbi organet shtetërore. Por në fakt nuk ka pasur përgjegjësi. Një grua është e pambrojtur. Paktën në raport me ligjin. Po pra,